Çfarë po ndodh në botë? Ju çfarë mendimi keni? Duke sikur diçka e madhe po ndodh. Nëse e vërojton botën nga lart ose nga larg, kupton që diçka e madhe po ndodh. Doja t'ju pyesja edhe sepse në çdo cep të botës, qoftë në politikë, në financë, në familje, në çdo anë të jetës, por edhe në çdo cep të globit, ka probleme gjithandej. Dhe pyetja është pse në këtë moment, pse në këtë periudhë, çfarë po ndodh? Shiko, deri në vitin 2000, nëse e vu të re, deri në vitin 2000 çdo gjë ishte okay. Pra, ndoshta kishte lëvizje të forta, për shembull edhe në Shqipëri që u bën ato lëvizjet e mëdha të emigracionit, por pas vitit 2000 duket sikur ka ndryshuar gjithçka. Më përpara, nëse mbani mend, politikanët ishin të gjithë mes njëri tjetrit, ishin të mbledhur, kompakt, linin vendin njëri tjetrit dhe nuk ziheshin me njëri tjetrin. Kurse sot ka ndryshuar, secili shikon për vete. Njëkohësisht edhe brenda familjes, po ta shikoni, familja duket sikur është e përqendruar pra në problemet vetjake, sikur nuk ka punë me familjarët e tjerë. Dhe kjo situatë duket sikur po përshpejtohet njëkohësisht edhe po rëndohet me kalimin e kohës. Dhe doja t'ju pyesja, shkallët, dhe doja t'ju pyesja juve çfarë mendimi keni ju, sepse duket një moment tranzicioni, duket një moment thelbësor për çdo individ. Shikoni, dikur thoshin të moshuarit, do të vijë një ditë që ata që do të mbeten do të hanë me luk floriri. Po sikur ky, pra duke filluar nga viti 2000, të jetë vetëm një fillim, pra i këtij tranzacioni të madh. Shikoni, s'kishte ndodhur asnjëherë që të arrestoheshin politikanët. Pikërisht pra vitet e fundit po arrestojnë edhe politikanë. Madje po arrestojnë edhe personazh të ndryshëm. Dhe duket sikur ai llumi që dikur kishte, sepse kishte zënë, si mund të quhet, shtres, kishte zënë vend, dal nga dal sikur po shkrin, pra pikërisht ai llumi. Dhe kjo situatë, unë mendoj që me kalimin, ju si mendoni, sepse doja t'ju pyesjeve, mundet që kjo situatë të rëndohet me kalimin e kohës, pra mundet që të shkaktohen probleme të efektit domino dhe akoma më të mëdha? Shiko, gjendja për shembull që është në Shqipëri, por jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vende të tjera, është në çdo vend. Dhe qoftë ekonomia, qoftë inteligjencë artificiale, qoftë ligjet e reja që po bëhen për portofolin digital, qoftë ligje të tjera akoma që gjoja për zhvillimin e njeriut. Pra, çfarë po ndodh? Doja t'ju pyesja, një mesazh, një komentin tuaj, sepse ka të bëjë me secilin. Pres komentet tuaja, ditë të mbar, punë të mbar dhe suksese, sepse ky